Dy persona të botës së krimit janë arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ekstradohen në Tiranë. Burime bëjnë me dije se ekstradohen Dashnor Dumani, vëllai të pandehurit të drejtësisë Nureddin Dumani. Dashnor Dumani rezultoni dënuar për armbajtje pa leje dhe i akuzuar nga GKK-ja për vrasje dhe për vjedhje me armë. Po ashtu në Tiranë do sillet edhe Armis Stafa, i akuzuar nga GKK se ka pastruar paratë e grupit të France Hajdar Çopjas. Dashnor Dumani deri më tani ishte njohur si vëllai Nureddinit, por në një nga dosjet e SPAK tregonte se edhe ai ishte si vëllai. Emri i tij deli përfshirë në shumë ngjarje kriminale në zonën e Elbasanit dhe jo vetëm. Herën e parë që Dashnor Dumani la gjurmë ishte 18 janari vitit 2015. Së bashku me 3 persona të tjerë u kapë me C4 në qytetin e Durrësit. Në pranga bashkë me të përfunduan Febius Dauti, lindur në Hazë dhe banues në Durrës, Aslan Plaku, lindur dhe banues në Durrës, dhe Bledar Plaku, lindur dhe banues në Durrës. Aso kohë u zbulua një nga biseda telefonike që kishte bërë Dauti se do të shkonin që të vendosnin tritol me porosi. Në bisedën e zbardhur nga SPAK, Nureddin Dumani thot të vëllait se Taloçela ka dhënë detaje duke orientuar policinë për vendin se ku duhet të kërkonin për ta. Më pas, një moment tjetër i thot se kishin një hasmëri të re në Durrës, atje ku disa persona kërkonin t'i vrisnin, por nuk kuptohet se për kë e kishte fjalën. Ndaj për të mbrojtur veten, i kërkoi që t'i tregonte se çfarë dinte për Taloçelën. Armis Stafa, 36 vjeç nga Elbasani, i shpallur në kërkim në dosjen Plumbi Art 2, në të cilën u goditën Çopjat, u arrestua në Dubai më 27 maj nga operacioni The Wanted. Stafa dyshohet nga SPAK se pastroi paratë e grupit kriminal të Elbasanit përmes shitblerjes automjeteve dhe pritet të ekstradohet në Tiranë. Ai është një nga 33 personat e identifikuar si pjesë e grupit kriminal të vëllezërve Çopja, që dyshohet se është drejtuar nga Dubai, i përfshirë në vepra të rënda penale, përfshirë vrasje, trafik droge, vjedhje dhe pastrim parash. 6 ngjarje të rënda kriminale u zbardhen nga SPAK për këtë dosje. Franz Çopja njihet si pjesë e grupit ashtu quhetur Menovkën Sakati, ku bëjnë pjesë dhe 2 vëllezërit e tij Hajdar Çopja dhe Ervin Bako. Përmes komunikimeve të Sky ECC u zbardh masakra e Bradasheshit me 3 të vrarë, mes tyre vëllai Erion Alibejt, vrasja e Andi Zylyfit, Klevi Brahos dhe Klevis Kaplanit.